Parku i gjelbëruar i qytetit të Lushnjës u mbush me buzëqeshje, lëra dhe atmosferë festive gjatë aktivitetit Festa e Fëmijëve organizuar nga Këshilli Vendor Rinor në Lushnjë. Dhjetra fëmijë të moshave të ndryshme të shoqëruar nga prindrit e tyre u bën pjesë e kësaj mbrëmjeje argëtuese. Një nga momentet më të veçanta ishte interpretimi artistik i Kullonit, realizuar me mjesht të ri nga djali lushnjar Marcel Zere, i cili solli emocione, të qeshura dhe duar trokitje nga të vegjëlit. Por kjo nuk do t'jetë nisma e fundit. Organizatorët bëjnë të ditur se gjatë sezonit veror do të zhvillohen aktivitete të tjera për fëmijë dhe qytetarë të çdo moshe, me synimin për t'i dhënë më shumë jetë hapësirave publike dhe për të krijuar momente bashkëpunimi dhe argëtimi për komunitetin. Në nisje të aktivitetit, kryetari i Këshillit Vendor Rinor në Lushnjë, Albi Hida, u shpreh se ky është vetëm fillimi i një seri projektesh që do të vijojnë gjatë verës, duke theksuar se të rinjt janë një forcë e rëndësishme për organizimin e iniciativave që sjellin gjallëri dhe vlera në jetën e përditshme të qytetit. Impakti i këtij aktiviteti te fëmijët e Lushnjës është për sjellë risi dhe për të qëndruar atyre sa më pranë me aktivitete të ndryshme, për të kaluar një pasdite më të këndshme dhe ndryshe nga ditët e tjera. Ky është aktiviteti i parë që ne zhvillojmë në qytet dhe do pasohet nga disa aktivitete të tjera me baza të ndryshme dhe me ide të ndryshme nga të gjithë të rinjt e Lushnjës. Impakti i Kullonit dhe i këtyre aktiviteteve është të angazhojmë fëmijët dhe të krijojmë grupe që fëmijët të miqësohen me njëri tjetrin dhe të jenë sa më aktiv në qytet dhe të zhvillojnë idetë e tyre dhe të paraqesin ide të ndryshme që ne t'i realizojmë aktivitete gjatë ditëve në vijim.